Gjurën e cilë dhe vendosin gjëmë parembej të më ligjuatë dhe urdorës. Në flasë nga rëndë të shumë e kam. Jo mos e qosë, dhe unë... Para një e fanderoj që në që e në bërë pjesë që në që dhe jenë të gjithë pjesë me të gjithë qëllim. Para se të vishë prezentim në memorandumi, do e të poshe vetëm një fjallë. Memorandumi në shumë teorik. Po të lexohet në mëndje, kjo është një alternativë që Lidova i paraqet ka shpjeguar në komisionin se ai vetë komisionin e konstruar apo qëllimin e Shqipërisë, që ai të hapi sy të lexojë se çfarë është Lidova e çfarë duhet bëjë Lidova. Të cilat të gjitha duhet merren parasysh. Unë kam punuar për një periudhë të gjatë për këtë, jo se unë jam ekspert kushtin se çfarë, por jam mbështetur në një ligj, jam mbështetur në përvojë shqiptare, jam mbështetur në përvojën tonë qeverisë, por që ka vite deri deri sot. Po mbi të gjitha jam mbështetur në përvojën europiane, Bashkimit Evropian, në mënyrën e qeverisë vendore, sidomos në rastin që është në Lidova. Prandaj më lejoni që shkurtimisht të paraqes këto dhe pastaj gjatë rrugës do të sqaroj. Pra, memorandumi që ka urgjitë për shqyrtim është hartuar në bazën e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ligjit numër 139 francion 2015 për qeverisje vendore, Kartës Europiane të Autonomisë Vendore dhe praktikave më të mira europiane të organizimit të pushtetit vendor. Qëllimi i tij nuk është kundërshtimi i reformave administrative, por paraqitja e argumentave ligjore, të cilat do të paraqiten dhe punojnë dhe Komisioni i Reformës Administrative, atyre historike, institucionale, gjeografike, ekonomike dhe turistike që mbështesin ruajtjen dhe forcimin e Bashkisë Lidove. Memorandumi propozon një qasje konstruktive, duke evidentuar se Lidova si një bashkim me identitet historik, me identitet historik, pozitë kufitare dhe potencial të rëndësishëm në zhvillimin ato që përmendën në asimi, meriton trajtim të veçantë institucional me përputhje me standardet europiane të qeverisjes vendore. Për këto arsye, kërkohet që Këshilli Bashkiak ta marrë shqyrtim të memorandumit si dokument, ta vlerësojë dhe nëse e kërkon të arsyeshëm, ta miratojë si një dokument zyrtar për të përcjellë institucioneve përgjegjëse të Republikës së Shqipërisë. Një hyrje. Ky relacion paraqitet për shqyrtim në Këshillin e Bashkisë Lidova me qëllim prezantimin e memorandumit mbi statusin, rolin dhe perspektivën e zhvillimit të Bashkisë Lidova në kushtet e diskutimeve për reformimin e qeverisë territorial dhe administrativ. 2. Baza ligjore. Memorandumi mbështetet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë nënën 108 deri 115 që garantojnë vetë qeverisjen vendore. Ligji numër 139/2015 vetë qeverisjen vendore, ligji numër 115/2014 për ndarjen administrative territoriale, Kartën Europiane të Autonomisë Vendore, ratifikuar nga Shqipëria, parimin e subsidiaritetit dhe praktikat më të mira europiane në organizimin e pushtetit vendor. 3. Qëllimi i memorandumit. Qëllimi i këtij memorandumi është paraqesë në mënyrë të argumentuar dhe institucionale vlerat historike, gjeografike, ekonomike dhe turistike të Bashkisë Lidove, si dhe të evidentojë nevojën për ruajtjen e forcimin e saj si njësi e qeverisjes vendore, vetë qeverisjes vendore. Memorandumi nuk synon kundërshtim formal të reformave, por ofron një qasje konstruktive të bazuar në ligj në përputhje me standardet europiane. 4. Argumentet kryesore. Lidova përfaqëson një njësi me identitet konsoliduar historik dhe administrativ. Pozita e saj gjeografike kufitare kërkon një administrim të drejtë për drejtë dhe funksional. Ky potencial që e parasysh që nga në prefektura, në vitin 1914, ka potencial të rëndësishëm për zhvillim agro-ekoturistik dhe ekonomik. Praktikat evropiane njohin dhe mbështesin ekzistencën e njësive të vogla, që është shumë e rëndësishme, me rëndësi historike dhe turistike. 5. Propozim. Propozohet që Këshilli Bashkiak Lidova të marrë shqyrtim me memorandumin e paraqitur, ta vlerësojë atë në aspektin ligjor dhe institucional, nëse e gjykon të arsyeshëm, ta miratojë si dokument zyrtar. Ta përcjell atë pranë institucioneve qendrore përkatëse për shqyrtim të mëtejshëm. 5. Përfundime, memorandumi përfaqëson një kontribut serioz
dhe të argumentuar për të ardhmen institucionale të Bashkisë Ligjore dhe me këto trajtohet me përgjegjësi në vizion zhvillimi afatgjat. Shkurtimisht, po Lioniosi është pak i gjatë, dhe siç ju thash edhe në material më sipër, unë prej muajsh kam ndarë me ju dhe me shumë faktorë të tjerë me një argumentet të mbështetjes të vazhdimësisë së Bashkisë Ligjore. Kam ndjekur me vëmendje edhe reagimin e shumë autoritetave të cilat tregojnë interes dhe përkushtim në të çështje. Megjithatë, ka bërë rreth se diskutimi shpesh mbështetet kryesisht në historia dhe në reagimet krishtale arsimi emocionale, ndërsa mungojnë argumentet e plota ligjore, institucionale, ekonomike, mjedisore dhe zhvillimore, të cilat janë kuaj të domosdoshme për një vendimarrje serioze. Pikërisht për të arsye është përgatitur ky memorandum që mos e zgjat më tej dhe të vjen pak më poshtë për të bërë një përmbledhje të përgjithshme. Para jush, kam studiuar shumë modele të bashkive, si thashë në Bashkimin Evropian, dhe rasti më i fundit që unë kam studiuar për të krijuar bindje që pse Bashkia Ligjore do të vazhdojë, kemi të bëjmë një bashki të vogël në Austri, Hallstatt, e cila ka vetëm 750 banorë. Kjo është bashki me status të veçantë. Jo ne që jemi një bashki me tërë resurse, me tërë të kesh mbi 5.000 banorë, nuk është pak. Administros 5.000 banorë, gjithë të pasuri, nuk është pak. Atëre, si mund të njëndrojmë dhe të pranojmë një të temi që me dakord me të kalojmë nga një status, nga status bashkëri të kalojmë status të njësisë qeverisjes mendore, ishte pa pranueshme. Kemi të bëjmë një qytet 2500 vjeçar. Siç ka thënë ai madhi më vonë, Ligjora s'ka qenë asnjëherë fshat. Asnjëherë. Jemi qytet, dhe jemi filluar gati 1000 vjet më parë në Gjirokastër. Ne nuk kemi nostalgji dhe qërësi në Gjirokastër, ne kërkojmë bashkëpunimin, por ne kërkojmë më vlerësinë tonë. Qeverisja ma thup se është qeverisja dhe mësot. Ana ju ftoj, unë jam munduar të punoj me seriozitet, me përgjegjësi, për të dhënë një alternativë në dorë të tonë që atyre gjarmurat të tonë që neve këtë alternativë kemi, mendoj se është alternativë bimse, jo se e kam shkujdru, por mendoj se meriton të shqytojnë me seriozitet dhe do jetë dhe për të këtë jo për mua. Unë jam si që jeni ju, unë jam bashkë me ju dhe gjithë do të jemi tjilë. Përëndërim.